kënaqë sot. Të plotëson gjitha, si që doja. Po nuk e plotëson gjithmonë. Vida bom dia. Ama që mos të gjërë më shumë lit, nuk pasaj tipe do të të lodë, nësë më të mëson. Do më thamë pas të mlanë dhe një që ta bërë. Në për të vërëdleja. Dhe i bjët njësë me natë të përse. Se? Se da ta vjerë. Në të ka gjithë që do të të lodë. Okej. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Jam këtu me Ruanin. Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin e mamit. Mirë se erdhët në kanalin e tim. Sot do të flasim për gjëra që kemi bler dje në Jumbo. Në The Waikiki. Me në Jumbo. Po tjetër. The Whale. E njerës, ne dje ishim për qefin tonë Elbasan. dhe u kënaqëm shumë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tonë. Timin dhe të Ruanit. Një koment, nuk ka asgjë për të shqetësuar o të vazhdo me videon. Përshëndetje njerëz dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Ja ku jemi sërish në një tjetër vlog dhe sot dua t'ju tregoj disa gjëra që kemi bler dje në Jumbo. Elbasan. Unë me Ruanin dje vendosa të ikim në Elbasan kot për qef, pasi këtë periudhë unë dua shumë që të rri në shtëpi dhe të mos bëj asgjë, por Ruani nuk është shtatzan se puna ime dhe kështu që ka dëshirë dhe këshëndet vjetë vërtet ka nevojë të dali, kështu që vendosa ta marr Ruanin dhe të ikim të artisemi për 12 orë. I bën 12 orë? Jo, nuk jam bërë 12 orë, diku te 6-7 orë po. Kemi ikur në mëngjes dhe kemi ardhur në darkë. Baboja nuk erdhi sepse nuk mund ta mbyllte punën dje, kishte shumë punë, kështu që ikëm bashk. Dhe tani do t'ju tregoj disa nga gjërat që ne blem dje në Jumbo. Në Jumbo në fakt vetëm një gjë blevi Ruani, blevi një ekspres që ka bërë fije ande më tane dhe nuk mund t'ju tregoj. Por kemi bler disa veshje të Waikiki dhe disa gjëra të vogla tek Whale që i kam bler unë për vete. Kështu që Ja, le të prit. fillojmë. Të uajrë bleva dhe unë sa Haribo. Po, Ruani blevi Haribo. Mos të dilje duar bosh. Por as Haribot nuk ja u tregojmë dot sepse i kollofiti dje. Interesot. Okej, njerëz, jemi duke testuar kufjet tona më të reja. Mikrofonat, më falni, po bandet kam ty që të më korrigjosh. Kam 2. Ku e ke atë tjetër? Atë tjetrin, e do ti? Mirë, mbaje pak të tis. Ka. Duhet të ketë pak. Okej, tani kemi 2 mikrofona dhe jemi këtu për t'ju treguar gjërat që blem dje në Elbasan. Ne u shkëputëm një herë sepse hëngrëm drekën, edhe tani jemi sërish tek dhoma. Ruani, merr atë qesën. Ndërkohë do ta vendos këtu mikrofonin tim. Bravo, Ruani lezit të lumt. Bën një punë, shkatron një tjetër. Këtu kam gjërat që do ju tregoj. Dhe filloj me këto çorapet e bukura. Kam bler 2 palë, po
Një palë i kam veshur dhe kanë dizajn tjetër. Pastaj mora këtë pulovrën e kuqe që e vesha çfarë sepse bëra një reels për Instagram. Kulorën. Kam marrë një kostum për vete, kështu kaf, është me këmbë të gjëra. Pastaj Bluzë. është trikoja. Kam marrë brek prit. Për Roanin, ishin 3 palë, po një palë i ka vesh. Pastaj kam marrë këtë kostumin Roanit, që do e veshi tani sepse do iki tek një ditëlindje një shoku që e ka ftuar. Ka peron. Ti vesh? Kjo është edhe. Isha etiketë, po ti me etiketë. Po, ik me çmim. Të më blej një ezit të rrugës. E di kush është puna? Që unë si a di shpinë. Do të çoj unë. Deri te dera. Kam bler edhe këtë trikon për veten time. Në di se ishte për kur. Merre pak atë trikon e babit aty, me atë rrobat e babit. Këtu. Atë që i blem në Elbasan. Kush? Dhe kam bler këtë pulovrën për burrin. Pulovrën thot. Këto ishin gjërat që morëm tek Waikiki. Tani do të tregoj disa nga gjërat që shkova mora te. Si fillim, mora këto 2 maskët. Një me sheg edhe një me çaj. Ups. Pastaj mora këtë bronzerin nga Essence. Të gjitha këto gjërat e tjera që kam tani janë nga Essence. Mora këtë Benetintin për buzët, që është kështu. Shire që gëmë, mërë të mirë. Okej. Mora këtë lapsin e kuq, por u bëra pishman për këtë, sepse nuk e pash edhe shumë mirë që ishte me këtë formatin, e më duket se u prish edhe kjo. E tani nuk më nxirr më fare, por këta lloj lapsash kanë shumë pak edhe nuk ja vlen që të blihen. Edhe më duket se ishte diku te 2-3.000 lekë. Kështu që u pendova. Pastaj kam marrë këtë bronzerin tjetër. Kam marrë dhe këtë setting spray me aloe vera. Parë na erdhi një pako në shtëpi edhe u çuditëm sepse zakonisht këtu në këtë shtëpi bëj unë porosi, por këtë herë kishte bërë burri dhe kishte marrë plot. Ma jep dhe atë? Plot 4 parfume për meshkuj. Ok, ra telefoni, ka marrë këtë të bëjmë shpejt sepse është duke më rënë telefon. O, zot. Ok, ja. Edhe këtë Versace. Tani duhet e iki sepse do të Rani te ditëlindja se është duke më marrë mami shoku Rani në telefon, do të thënë kolegja ime, psikologja. Pacim! Përvis bebi. Ka njerëz, jemi ditën e 3, pasi unë kam nisur këtë vlogun. Në fakt e kam nisur që për dje, kur ikëm në Elbasan, që ishte shtun. Dje kam folur pak që kam treguar ato pak gjëra. Edhe sot jemi në punë. Në fakt, dje nuk e postova vlogun sepse ishte bërë shumë pak, diku te 9-10 minuta. Dhe po e vazhdoj këtu. Unë sa po kam mbaruar
mësimin, edhe po pres të mbaroj edhe Roani, që të ikim në shtëpi. Dje nuk kam xhiruar shumë, sepse kam qënë gjithë ditën pauzë në shtëpi dhe kam të një shtrirë, kështu që nuk kisha se çfarë t'ju tregoja dhe kjo do jetë tani me mua, kjo situatë do jetë pak a shumë. Gjithsesi, shpresoj që sot dhe në vazhdim të jem më produktive se që kam qenë. Ndërkohë, pa një mandarin. Jemi në një gjendje katastrofike njerëz, mos na i mini re. Sa po bëm një dy luftim të dy, edhe tani erdhi të pajtohet. Ashtura? Po. Sepse Roani, kur ishim në Elbasan, blevi një ekspres, i cili punon me ujë, edhe Roani çfarë bën? Vetëm mbush gotat e lavamani, ulet tek tavolina aty, edhe shtron ato pecetat që fshiun komedinën, edhe bën çu në ujë. Po, ama bën një gjithë mirë, po të nëse. Pastaj më thot mua pse bërtet dhe pse acarohesh. Çfarë të bëj njerëz, më jepni një ide. Ata dënoj mos ta çojnë shkollë një javë. Po. Kjo. Bravo, më dëno, shpirt më dëno. Kam gjanë, në të kështu po vakt, kam gjanë.